Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump akuzoi Izraelin dhe Iranin për shkelje të armpushimit të martën, disa orë pasi e shpalli atë, duke shprehur zhgënjim të veçantë me Izraelin, i cili kishte njoftuar sulme të reja të mëdha ndaj Teheranit. Trump shprehu zhgënjimin e tij menjëherë pasi u largua nga Shtëpia e Bardhë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Hag. Izrael, mos i hidhni ato bomba. Nëse e bëni ju, kjo është një shkelje e madhe. Ktheheni pilotët tuaj në shtëpi. Tani. Para se të hipte në helikopter, ai u tha gazetarëve se nuk ishte i kënaqur me asnjërin palë për shkeljen e armpushimit, veçanërisht me Izraelin. Izraeli sapo arriti marrëveshjen, doli dhe hodhi një ngarkesë bombash, të tilla që nuk i kam parë kurrë më parë, ngarkesa më e madhe që kemi parë. Irani dhe Izraeli kanë luftuar kaq gjatë dhe aq fort sa nuk e dinë se çfarë dreshin po bëjnë. Më herët ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz kishte thënë se kishte urdhëruar ushtrinë të ndërmerrte sulme të reja ndaj objektivave në Teheran, në përgjigje të asaj që ai quajti raketa iraniane të lëshuara drejt Izraelit në një shkelje flagrante të armpushimit. Irani mohoi se kishte lëshuar ndonjë raketë dhe tha se sulmet e Izraelit kishin vazhduar për një orë gjysmë përtej kohës së parashikuar për të filluar armpushimi, pavarësisht shkeljeve fillestare në të dy vendet, në lindjen e mesme dhe në mbar botën, pati një ndjenjë lehtësimi që ishte hartuar një rrugë për të dalë nga lufta, 12 ditë pasi Izraeli e nisi atë me një sulm të papritur dhe 2 ditë pasi Trump ju bashkua sulmeve ndaj objektivave bërthamore iraniane.